Në rreth të Andeve, në provincën Morona Santiago, në Ekuador, në mes të xhunglës gjendet një sistem shpellash të quajtur Cueva de los Tallos. Është një vend i njohur për banorët të vendit, i cili fshes shumë legjenda. Është një sistem shpellash mjaft i vështirë, me një hyrje vertikale prej 70 metrash dhe thellësi 860 metra, dhe një pjesë e madhe është e pa eksploruar dhe sot që po flasim. Është një sistem mjaft i madh dhe tejet i vështirë për t'u eksploruar, dhe thuhet se gjatësia totale e tunelëve shkon deri 20 kilometra. Zvicerani Erik von Daniken i ka si tema kryesore këto shpella tek vepra e tij Karroca e Zotave, vepër e botuar në 1968, ku bën fjalë për astronautët e lashtë dhe zotat të përgjithësi, si dhe një civilizim të lashtë që ka lënë pas artefakte të lashta. Pikërisht këtu thuhet se është gjetur libri i artë me dije të lashta dhe historinë e vjetër njerëzore, ku përmendet edhe krijuesin tan Anunnakët. Çfarë do një libër i tillë me Anunnakë, mijëra kilometra larg nga ajo që na shton se ata janë ulur në lindjen e mesme, midis lumenjve Tigër dhe Eufrat? Përse astronauti ulis në hënë në 1969, Neil Armstrong, erdhi tek ky vend me një ekspedicë shkencore dhe ushtarake? Carlos Crespi ka lindur në Itali në 1891 dhe ka studiuar antropologji në Universitetin në Milano përpara se të bëhej prift. Si person ishte mjaft i talentuar dhe përveç antropologjisë, u mor me arkeologji dhe kërkime në përgjithësi. Ishte artist, botanist dhe u mor për një farë kohë me kinematografi. Në 1923 u dërgua me emision në qytetin e vogël të Ekuadorit me emrin Cuenca, ku dhe kaloi plot 59 vjet deri në vdekjen e tij në 1982. Në Ekuador ndërtoi shumë shkolla dhe jetimore, duke ndihmuar edhe bashkësinë lokale, e cila e donte dhe përndër të tij ndërtuan dhe një pjedestal në qendër të komunës. Statuja e tij gjendet edhe në përkisha. Ne nuk na intereson shumë puna e tij humanitare, por një punë e dytë që bënte ky prift, punë kërkimore shkencore në Ekuador, punë të cilën edhe ka filmuar, siç është filmimi i 1927. Kur banorët e zonës dëgjuan për interesimin e priftit, filluan të flasin për artefakte të ndryshme në ar që gjendeshin në zonë. Jo vetëm kaq, por filluan t'i bien në kishë artefakte të ndryshme, të cilat kishin forma të ndryshme. Disa ishin prej gurit dhe disa prej ari me shkrime në një gjuhë të panjohur. Kishte skalitje të njerëzve dhe të qenieve të çuditshme, dhe filluan të shfaqen edhe artefakte sumeriane, babilonase apo asiriane. Kishte figurina me Anunnak dhe artefakte me motive kineze, afrikane dhe egjiptiane. Në shumë artefakte qenie qenë me kafë të zgjatur, karakteristik kjo për Amerikën e Jugut. Me kalimin e viteve, Carlos Crespi ndolli plot 50.000 artefakte që vinin nga i gjithë Ekuadori. Mori leje nga Vatikani që të hapte një muze të vogël, ku ekspozoi çfarë i kishin sjellë banorët vendas. Crespi filloi t'i paguante banorët për artefaktet që sillnin, gjë që solli nga ana e saj që disa banorë filluan t'i prodhonin vetë disa artefakte për të fituar para. Disa nga këto artefakte vinin nga vendi me emrin Cueva de los Tallos, vend ky që legjendat thonë se gjende libri metalik misterios me faqe florili dhe me një gjuhë të panjohur. Vet Carlosi nuk ka vajtur tek shpellat, por në skenë del një person tjetër. Janusz Moritz, qenje kërkues hungares, i cili u shpërngul në Argjentinë pas luftës së dytë botërore. Punoi me një ekip kërkuesish në xhunglat e Ekuadorit dhe vendet për kërkim mineralesh. Paralelisht kishte filluar të interesohej për antropologjinë dhe arkeologjinë, dhe në punën e tij shpesh gjente artefakte arkeologjike. Në 1967, kur Carlos Crespi mblidhte artefakte floriri, Janoshi doli një konferencë për shtyp, duke deklaruar se kishte zbuluar një hapësirë të fshehtë thellë me këto shpella, ku kishte gjetur një galeri të madhe dhe qindra pllaka ari të shkruar me një gjuhë të pakuptueshme. Disa nga këto pllaka erdhën dhe rënduar te Crespi. U gjet gjithashtu dhe ashtu i quajtur kopshti zoologjik i artë, me skulptura ari të kafshëve të ndryshme. Të gjithë kërkonin pasuri të fshehura në Amerikën e Jugut, por Janoshi që një hap përpara, ose më mirë të themi vite dritë përpara, kur deklaroi se mori në mënyrë telepatike një urim misardhje nga njerëz të gjatë të bardhë, me sy të shkëlqyeshëm,
duke i thënë se ai libër është gjithë dia e lashtë dhe historia e një civilizimi të harruar, dhe bëi fjalë për Atlantidën. Pra ishte ruajtur në formën e një libri të artë gjithë dia e civilizimit të Atlantidës. Arsyeja e këtij veprimi që se po vinte kataklizma e radhës, dhe ata gjetën këtë formë të ruajtjes së dijeve. Këto tunele shpihen deri në qytetet në toksor ku jetonin Atlantidës të mbijetuar. Tunele këto që lidheshin me kilometra nën varkmalet e Andeve. Në këtë rast, vetëm Moritz e pa këtë vend dhe kishte një problem të madh për të vërtetuar thënien e tij. Në pyetjen që u bë se pse nuk mori qoftë një pllak të vetme apo një artefakt tjetër, u përgjigj se diçka më pegonte, dhe kjo do të thoshte vdekje e sigurt. Ky vend ishte i mbrojtur me një sistem mbrojtje automatike si rezet lazer, dhe mori një paralajmërim që të mos prekte asgjë nga galeria. Nuk donte të tregonte vendin sakt, por tha se gjende thellë në Ande rreth 30 kilometra në gjatësi. Dhe këtu na del në skenë një person tjetër mjaft i njohur në fushën e ufologji, si Erich von Däniken. Ka qenë një nga pionierët e teorisë së astronautëve të lartë të jashtëtoksorëve të lashtë. Në librin e tij që përmenda më sipër, Däniken flet edhe për Janos Moritz dhe Carlos Crespi, si edhe për librin e artë. Däniken shkon në Ekuador dhe takon Janos Moritz, i cili e çon në hyrjen e sistemit të shpellave. Në libër Däniken thotë se Moritz e çoi deri tek hapësira ku gjendeshin pllakat. Ktu fillon edhe kontradikta midis tyre. Moritz thotë se Däniken gënjen dhe se nuk e ka çuar te hapësira ku gjendej libri. Më vonë Däniken e pranon që nuk ka qenë te galeria, por i ka parë pllakat tek Carlos Crespi. Konflikti midis të dyve kishte të bënte me atë se kush i kishte ndërtuar këto shpella. Däniken këmbgulte se i kishin ndërtuar Anunnakët, kurse Moritz deklaronte se që vepra e Atlantidasve. Këtu ka një problem të madh se të dy më shumë gjasa gabojnë. Jo më shumë Moritz, i cili nuk mund ta vërtetë dot teorinë e tij, por Däniken që gënjeu sikur kishte qenë në shpellë ndërkohë që nuk kishte qenë. Moritz kishte disa ide të çuditshme dhe nacionaliste. Këmbgulte se hungarezët qenë populli më i vjetër në planet, nga i cili më pas rodhën të tjerët. Sumerianët qenë hungarez, Egjiptianët qenë hungarez, dhe në fund edhe Atlantidës i qenë hungarez. Sipas tij bie që edhe dinosaurët kanë folur hungarisht. Dhe në këtë ambient, libri i Däniken Karroca e Zotave u bë një sukses ndërkombëtar. Däniken i ofron $200,000 Moritzi që të eksploronte së bashku shpellën, gjë të cilën Moritz nuk e pranoi, sepse duke ditur popularitetin në rritje të Däniken, do t'i merrte gjithë meritat. Ndoshta kjo që një kontradikt për të hequr vëmendjen nga publiku, se menjëherë filloi një interesim i çuditshëm nga ana e mormonëve. Çfarë lidhje kanë mormonët me një libër të artë në një shpellë në Ekuador? Kjo bashkësi beson tek libri i mormonëve. Krijuesi i kësaj feje, personi me emrin Joseph Smith, shkruajti këtë libër kur përktheu pllakat e arta që i dorëzoi engjëlli me emrin Moroni në 1827. Këta njerëz besonin një kristianizëm alternativ, i cili në tokën amerikane në të shkuarën ekzistonin bashkësi qifuto-kristiane, të cilat në shekullin e 5 shkatruan fen pagane të indianëve. Jo vetëm kaq, por Jezu Krishti pas ringjalljes u shfaq në tokën amerikane dhe predikoi tek antarët e bashkisë së tyre. Kaq shumë u intriguan mormonët saqë financuan ekspeditë në shpellat e Ekuadorit. Jim Jesperson, presidenti i misionarëve të mormonëve në Amerikën e Jugut, nisi së bashku me Janos Moritz dhe një ekspeditë të vogël për të hulumtuar shpellat. Megjithatë, kjo ekspeditë nuk qej e përgatitur për një qëndrim të gjatë dhe i mungonte profesionalizmi. Thanë se gjetën disa artefakte, kocka njerëzit dhe arkitekturë e skalitur në shkëmbë, por më në fund u larguan. Qeveria e Ekuadorit e mbylli përfundimisht këtë histori, duke mos lejuar më njerëz të dyshim t'i afroheshin shpellave dhe duke emërtuar Moritzin si një mashtrues në kërkim të investitorëve. Çuditërisht, megjithëse qeveria ekuadoriane ndalon ekspeditat në këto shpella, në 1168 filluan vetë të organizojnë ekspeditat tyre në kërkim të thesarit një vit më vonë. Nuk gjetën ndonjë libër të artë, por deklaruan se ekspedita që e suksesshme
duke gjetur disa koleksione arkeologjike. Si përfundim kemi ekspedita ndryshme profesioniste dhe amatore, njerëz të ndryshëm si Morris dhe Daniken, që u sherrocën midis tyre, dhe si përfundim libri i Art në Kuqet. Por historia nuk mbaron këtu. Tani fillon finalja e madhe. Neil Armstrong nuk është i njohur për kërkimin e për shpella, por është personi i parë që i shkeli këmba në hënë dhe është i njohur për këtë në histori njerëzore. Por Neil Armstrong që udhëheqësi i nderit në ekspeditën më të madhe të historisë njerëzore, atë të shpellave të Ekuadorit e realizuar në 1976. Kjo që një ekspeditë britaniko-ekuadoriane e përbërë prej 100 vetash me speleolog, geolog dhe shkencëtar të tjerë në ekspedicë, si dhe pjesëtar të ushtrisë. Neil Armstrong deklaron: "Qofse unë isha njeriu i parë që vuri këmbën në hënë, duhet të jem nga njerëzit e parë që do lërgjum në një vend të paeksploruar." Në Korik dhe gusht të 1976, ekspedita ul 70 metra në shpellë dhe filloi kërkimi për librin e famshëm. Gjatë kërkimeve zbulua mjaft gjëra interesante. Gjetën prani njerëzore në këtë shpella që datonte deri në 10.000 vjet më parë, si dhe artefakte të ndryshme që vërtetonte se shpellat kishin qenë të banuara. Kjo ekspeditë ka udhëtuar në errësi të plot ditë të tëra, duke ecur deri në thellësitë 5 kilometra. Meqense tunelet nuk kishin fund, vendosën të heqin dorë nga kërkimet e mëtejshme dhe zyrtarisht nuk e gjetën librin e famshëm. Deri më sot, asnjë nuk ka shkuar më thellë në këto shpella, sepse kërkon një qëndrim shumë mujor në to, si dhe natyrisht shpenzime të mëdha. Këto shpella lidhen me një sistem tjetër shpellash që shtrihen qindra kilometra nga të gjitha anët. Dhe nga kjo mund të kuptojmë se nga vjen teoria e gartës, mbretërisë non-toksore që shtrihet në të gjitha kontinentet. Përse Neil Armstrong duhet të vinte në këto shpella të lagështa të Ekuadorit, aq më shumë se nuk është profesioni i tij. Që të shkosh në këtë vend do 2 ditë udhëtim. Do të udhëtosh 5 orë të kungjitur në një xhungël të egër dhe për shkuar aty duhet të udhëtosh me barka nëpër lumenj. Në 1976, njerëzit që qeshin me Danikenin, por kjo ekspeditë e mori seriozisht çështjen aq më shumë se në të merrin pjesë njerëz të shkencës. Gjetën artefakte të ndryshme që tregonin një banim të hershëm njerëzor, por nuk gjetën librin e famshëm. Me shumë gjasa, Neil Armstrong, Buzz Aldrin dhe Michael Collins, që ulën në hënë, duhet të kenë gjetur aty po të njëjtë artefakte, dhe për këtë arsye u dërguan Neilin në Ekuador për të parë nëse që i njëjti civilizim, pra jashtëtokësor të lashtë që kishin jetuar në tokë. Përderisa kishin jetuar në hënë, përse të mos kishin jetuar dhe në tokë? Mos harroni se në atë kohë kjo që një histori absurde dhe e papranueshme. Edhe sot, për shumë njerëz kjo është një histori absurde. Të imagjinosh Neil Armstrongu në kërkim të Atlantidës dhe të jashtëtokësorëve të lashtë. Pas programit Apollo, Neili punoi për një kohë gjatë për NASA dhe pastaj punoi si profesor në Universitetin Aeronautikës në Cincinnati, si dhe si biznesmen. Nuk ka qenë kur pranë aventurës së kërkimeve në shpella. Në 1985 kemi edhe një aventurë në karrierën e Neil Armstrong, një ekspeditë në Polin e Veriut. 6/5 të 1986 shkon në një ekspeditë për të gjetur vendodhjen e gartës në Polin e Veriut. Do të thotë ndonjë se është të keq e ka, i ka qef ekspedita, por nuk mendoj kështu, megjithatë vendosi me kokën tuaj. Dhe të kthehemi tek heroi i parë Carlos Crespi. Pasi grumbullori rreth 50.000 artefakte misterioze, papritur një ditë bukur, në depën ku i mbante këto artefakte bie një zjarr i çuditshëm që shkatroi një pjesë të madhe të artefakteve. Ajo që ishte ruajtur, menjëherë pas vdekjes së tij në moshën 91 vjeçare, pra në vitin 1982, përfunduan në duar mjaft interesante. Kishe katolike dhe prifti Javier Herran kontaktuan doktor Luis Alvarez, drejtori i Institutit Politeknik Salesian, i cili bën një marrëveshje me Bankën Qendrore të Ekuadorit, ku ishin në ruajtje të gjithë artefaktet e Crespit. Artefakte këto që edhe sot e kësaj dite janë të mbyllura dhe nuk e shohin dritën e diellit. Çfarë lidhje ka Banka Qendrore me arkeologjinë?
dhe përse këto artefakte nuk përfunduan tek muzeu. Kafkat e zgjatura nuk u ekspozuan kur për publiku dhe asnjë nuk e di se ku kanë shkuar disa pllaka të arta që Crespi kishte në koleksion. Edhe artefaktet me Anunnakët u zhdukun, megjithëse është 100% e sigurt që ekzistonin. Sidoqoftë, ngado që të rrotullojmë historinë, na dalin përpara klënuesit tanë Anunnakët. Gjykimi po ju alë juve. Regjistroni dhe deri në emisionin e radhës, mirupafshim.